Veç pse s'po dëm, s'do të thotë që s'ka problem. Sot në Advanced Dental Center do të flasim për rëndësinë e vizitave të rregullta te stomatologu. Konkretisht do të flasim për rëndësinë e vlerësimit të kopashkoshëm dhe të rregullt të mbushjeve të dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme që vlerësimi i mbushjeve të bëhet në intervale të rregullta, sepse shpesh herë ndodhin komplikime ose çrregullime me gjendjen e mbushjeve me kalimin e kohës. Me vizita të rregullta mund të arrihet detektimi i hershëm i kariesit dhe ndërhyrja me kohë për të parandaluar fillimin edhe komplikimin e tij. Me kalimin e kohës, mbushjet dentare mund të dëmtohen si pasojë e funksionit, domethënë mund të harxhohen si pasojë e fërkimit, mund të ndodhin qarje apo thyerjet e tyre dhe mund të ndodhë ndonjë prishje dytësore e cila mund ta kompromitojë strukturën e dhëmbit. Prandaj është me rëndësi që të bëhet vlerësimi i kopashkoshëm i tyre për të